Pas një viti nga nisja e punimeve për zgjerimin e rrugës kryesore të hyrje-daljes nga qyteti i Shkodrës në zonën e Baçallëkut, hoq kabina elektrike që kishte bllokuar njërin kursi. Operatori i sistemit të transmetimit OST dhe OSHE në fund ndërhyn dhe spostuan kabinën në anë tjetër të rrugës, ku nuk përbën më pengesë për qarkullimin e automjeteve. Por ndërsa kabina u spostua, shtylla atencionit të lartë në kursinë e djathtë të këtij segmenti në drejtim të harkut të Bërdicës ende nuk është lëvizur. Ajo vazhdon të shndrojë në vend ku është vendosur rreth 40 vite më parë, ndërsa segmenti rrugor është zgjeruar dhe me dy kursi të tjera. Për të parandaluar aksidenti është vendosur një tabelë sinjalizuese me një barierë betoni, ndërkohë që prej muajsh ai nuk ka vend aty, pasi pengon qarkullimin normal të automjeteve. Ashtu si për kabinën, ashtu dhe për shtyllën është shprehur disa herë shqetësim në mediat lokale për nevojën e spostimit të saj dhe krijimin e mundësive që gjithë hapësira e kursisë të shfrytëzohet për qarkullim. Por ndërsa spostimin e kabinës zgjodhen për shtyllën, duket se OST dhe OSHE kanë ende nevojë të mendohen, ndërkohë që qytetarët shpresojnë që në këtë sezon veror rruga të përfundojë dhe të mos përballen për orë të tëra me trafik të rënduar nga ura Bunës deri tek harku i Bërdicës.